Zotri Zejraj, kush është fajtori për blokadën e çështjes së presidentit? Po, shiqo, kjo çështja e blokadës, çështja e vendosjes fajit mbi njëri tjetrin nga ana partive politike, duhet mundohë sipas përqindjes se kanë fituar partitë politike në zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe rrjedhimisht fillojmë me fajtorin kryesor, që është lëvizja vendosje. Pastaj duke ra në mënyrë lineare, ashtu siç është edhe përqindja e fituar në zgjedhjet e siç e ceka. Pra të gjithë në fajtor, por kupolla, kryefajtori i gjithë kësaj është lëvizja vendosje dhe për të mos e globalizuar shumë, jo të gjithë në lëvizjen e vendosje, por kem parasysh këtu zotrin Kurti dhe disa prej eksponentëve të vendosjes që janë vendimarrës themi, dhe me të cilët konsultohet vazhdimisht zotri Kurti për çdo hap që ndërmerr në raport me parti tjera, por edhe në raport me ndërtimin e institucioneve. A nuk mendoni se oferta e zotrit Kurtit ka qenë jashtëzakonisht e mirë për partitë opozitare? Oferta e zotit Kurti, kjo e fundit, ka qenë e mirë vetëm për konsumin elektoral të zgjedhjeve eventuale që po i presim, dhe për të thënë dhe për ta bërë déjà vu nga ajo që ka deklaruar në vitin 2025 vazhdimisht, se unë u ofrova në çdo gjë që pata në kapacitetin tim, por partitë opozitare me bllokuan ashtu sipas interpretimit të tij kanë vepruar në vitin 2025, gjë që për mendimin tim nuk është e vërtetë, për shkak se nëse do të ishte serioz për me pas presidentin dhe me pas mundësi me shku në zgjedhjet e radhës, ai do të hiqte dorë fare nga pozita e presidentit. Kjo për t'i dhënë frym, shpirt demokracisë ashtu siç është e shkruar në kushtetutë e Zezmit Bardh. Po dhe nëse shkojmë zgjedhje, si mendoni që do zgjidhet kjo situatë politike? E kam thonë në disa raste, kjo situatë zgjidhet vetëm në momentin kur, nëse do të na përsëritet rezultati i njëjtë, do të kemi një marrëveshje, diskutime serioze, eventualisht nëse zotri Kurti i merr 80 deputet në Kuvendin e Kosovës, ose zotri Kurti dhe partia vendosje besin partia e dytë për t'i dhënë shansin një partie tjetër e cila është më unifikuese dhe më bashkëpunuese me spektrin e gjerë politik për t'i mri 80 votat e nevojshme për presidentin e vendit ose presidentin. A ka shansa se zotri Kurti të merr 80 deputet apo jo? Unë besoj që zëniti i përqindjes pa Vjosa Osmanin, zotrit Kurti ka ndodhur në 28 dhjetor të vitit 2025. Nuk kemi trup elektorale, nuk kemi fuqi elektorale. Nëse do t'i merr 80 deputet zotri Kurti, atëherë që i bën që përveç aleancës pra me Kosovës po paragjykojmë që s'do ta kalonte pragun, as Liga Demokratike e Kosovës do të mundte me kalu pragun për shkak se në të kundërtën nuk kemi trup elektorale, nuk e di ka do t'i merrte votat zotri Kurti në këtë përbërje të kuvendit, me rrit edhe për 30 deputet grupin e vet parlamentar për të mërritur 80 deputet në Kuvendin e Kosovës. A mund të ketë një ballafaqim ndërmjet ish presidentës Vjosa Osmani dhe zotri Kurti në garë për kryeminist? Deri tani ende nuk kemi të qartë. Nuk na ka qartësuar ish presidenti Osmani se nga do t'i bjerë për të qenë aktere praktike në zgjedhjet e ardhshme, a do të jetë si listë e veçantë apo do të jetë e bashkangjitur me Ligën Demokratike të Kosovës, apo do të jetë udhëheqëse bartës e listës ose kandidat për kryeminist një bloku të tërë të njerëzve që janë në politikë për momentin, të njerëzve që janë politikë, por nuk janë të kënaqur me partitë në cilat janë, edhe qoftë ajo edhe të një koalicioni pak më gjerë, LDK, AK dhe PSD, Nisma dhe të gjithë të tjerë të cilët pandehin se situata nuk është normale, gjë që edhe unë mendoj që nuk është normale, dhe pandehin që nëpërmjet një liste të cilës do t'i printe zëni Osmani do të mundeshin me përmbys rezultatin dhe me përmbys lëvizjen vetëvendosje në këtë përqindje çfarë është. A ka shansa që zotri Kurti mandatin e ardhshëm të ketë në opozitë? Nëse do të duhej me vlerësu në kuptimin e asaj çfarë ka bërë për këto 5 vite, që tashmë kemi hyrë në vitin e 6, sa ai është kryeminist i këtij vendi, do duhej që me kalu në opozitë dhe për të rikapituluar në lëvizja vetëvendosje, se siç e thash, edhe në lëvizjen vetëvendosje ka kuadro të mira të cilët do të mundeshin me dhënë fryte pozitive zhvillimit të mirëqenies së këtij vendi, por që egoja e madhe
e teprume e zotit Kurti si lider i levizit dhe ndërtues, si një kryeministër, nuk pelen me shpërthy ky zhvillim dhe ky potencial të cilin e ka Kosova, e të cilin një parti normale ose një qeveri normale të duhet i adhun shansin që me u materializu dhe mu zhvillu Kosova. A cilësoni si sinqert ofertën e zotit Kurti ndaj partive opozitare, Lidhës Demokratike dhe Partisë Demokratike? E thash, është sinqert deri në mosën sa i levërdis zotit Kurti, aty e tutje është gjithçka është kalkulim elektoral për të hedhur fajin, jo për të ofruar zgjidhje.